të fundit, por e bëj sepse pas kësaj maratonet të gjatë, opozita ka arritur tani pikërisht në kilometrin e fundit përpara triumfit të saj, dhe këtu nuk do të kishim arritur kur pa bërë punën që kemi bërë, pa arritjet që përmenda, pa patur si parti të vërtet opozitare Partinë Demokratike, pa mbështetje ndërkombëtare që kemi sot, pa dokumentat që disponojmë, që faktojnë farsë elektorale, misioni ynë, shpëtimi i Shqipërisë, do mbetej thjesht një aspirat pa mundësi reale për të konkretizuar. Ndaj dhe njëherë të dashur demokratë dhe demokratë, nuk jemi kur aty ku ishim, nuk jemi më në rrugë pa kryer, nuk jemi në një vullnaj, por jemi në kilometrin e fundit, jemi në agun e triumfit tonë. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Edi Rama nuk iken me farzë zgjedhore. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se diktatura nuk iken me votë, por ato ikin shemben me revolt dhe vetëm me revolt popullore. Ja ku jemi ne sot. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Edi Rama kryeson organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Ramaduro është kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Palloshi Lubis është pengu i saj. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Gyusagasi është Rama i errësirës dhe se Mirlinda e Akshit është si motër siameze e lindës së Surrelit. Sot, shumica e shqiptarëve po e kuptojnë dhe se Rama ka bllokuar drejtësinë për të mbrojtur veten, familjarët e tij, pasi ka vjedhur jo miliona, po miliarda. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se kryehajduti i shqiptarëve nuk iken nga drejtësia, por ai përmbyshet vetëm nga zemrimi, revolta dhe vetëm revolta e juaj. Mirë po, nëse sot gjendemi në kilometrin e fundit të opozitës tonë, përveç arritjeve tona dërtaniqme, edhe për një arsye tjetër, ne do triumfojmë. Dhe kjo arsye është kriza e thellë që Edi Rama po kalon, me narkoshtetin që po i shembet përsipër, e pati vetë. Një javë të tërë, Edi Rama duke uluritur, duke shah si ordiner opozitën. Miqtë e mi, koha ka ndryshuar. Shtina është e jona. Ne sot nuk jemi më një parti. Nuk jemi këtu as për një individ. Nuk jemi këtu pra për asgjë tjetër, por jemi këtu për ndërgjegjen tonë. Jemi këtu për idealet tona. Ne jemi këtu për ndërgjegjen tonë kombëtare si shqiptar, sepse nuk duhem e nuk pranojmë më kurrë që Shqipëria të vjedhiset në honet e historisë, të shpopullohet dhe të ecë sigurt.
drejt shkretimit nga banorët e saj. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kur që për karrigën e krimit të Edi Ramës zgjedhjet tona të shtrohen në opozit. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kur që pasurit publike, taksat e shqiptarëve të plaçkiten nga një grup qeveritarësh. Do rajon, të bashkohemi për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët, për dinjitetin e tyre, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare, për ëndrrën e tërë shqiptarë në Shqipëri, për ligjin e kushtetutën dhe barazin para tyre, për luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korupcionit, për Shqipërinë që ecën e sigurt drejt integrimit në Europë. Edhe njëherë ju ftoj të bashkohemi, të vazhdojmë të betejë, të vazhdojmë të rrugë në kilometrin e fundit, në kilometrin e fitores. Rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
Kështu si qemi, zhvendosemi në kuvendin e Shqipërisë, aty ku lindin, përbohet, për gjitha krime dhe tjera